pjesën që mas shumë ti më ka vra, ka qenë kur më tha këta muslim, thash po ti para 3 vjetë e kanë muslim si unë, fejs tami ke taku, mos e diskutoj këtë çështje se as katolik si e, thash për me kanë katolik do të me kanë i pastërt. Edhe ajo filloi me keq se s'pat argument, mandi unë univa pa keq, se mendova mos po keq kuptojnë pjesa e krishterëve katolikëve. Jo ti shumë mirë se ti e tregove, ti realisht i ngrite, i paraqitën në pozicionin që ata realisht janë. Pikrisht. Se domethënë nëse kishin krishterë mirë fillt, kishin ashtu që ti e ke përshkruar. Pikrisht. Unë një krishter, unë kam koleg të punës krishter. Natyra jam e të jetuarit në shoqni është me u përshtat. Për shkak se na e dim çka jetojmë sot. Duhet me mbijetu. Edhe rrethanat na bojnë me u përshtat, nuk kem çare. Unë e di sa të mirë, unë drejtorin e punës e kam krishter. Besoj vlerë që kur kam shku, unë nuk e kam ditë që është krishter. Edhe mas 3 dite i kam thonë, më fal, unë e duna me fal namazin. Më tha, po, s'ka problem, a ka nevojë me të blej diçka? Hala e kam atë fjalën vesh. Thash, jo, i marr vet, a din tash a ka shnaj pengesë. Absolut. Ma padëloni pjesë të punës ku e kisha një hapësirë prej kompjuterit e murje dhe një mur përpara që mos mi pengu kërkuj kur e kry procesin e namazit. Edhe ajo më ka bo me pas një qasje ndryshe. Ajo më ka bo me mendu që për një me jo njerëz të pastërt, për një me jo njerëz i kam vlerat e veta. Tash, çështja personale është çështje personale. Njej që shumë respektojnë mu jashtë zakonisht shumë, duna mi respektu, s'ka zgjedhje tjetër. Sidomos kur jeton në një komunitet me pjesën e fesë tjetër. Zoja në fjallë, as nuk e din kone përfaqëson, as nuk e din qka është kisha, as nuk e din qka është prifti, as nuk e din kush është profeti, e vetëmi fakt dhe argument që Zoja e kishë, Muhamedi ka pas 7 gra. E qa din ti ma shumë për Muhamedin? Dhe më thonë, amuli, mranda asaj, nuk kish argumente, gjithsesi unë jom një shumë mirë, qa jom një edhe keq, po dhash Zoti që kome ma mundësu edhe njëherë me usqaru me ta, nështë ta qetësia dhe që kjo forma që na debatojme dhe e kemi pjesë natyres edhe na ka eduku feja, e bin që e ka gabim për ndryshe. Nuk e di Ambera pse unë përmendej nuk e kom vrejt qatë tonin e lartë zonit që ti e tu e përshkru qëtash, se realisht e kom dëgju komplet emisionin, edhe me shumë vëmendje, edhe unë realisht thash edhe ma herët unë jam kënaq, e kom shiu në maksimum reagimet e tuja kur i ke bo, se kemi shumë nevoj për njerëz cilë të reagojnë në format të tilla të matura, edhe me mençuri, edhe që dijnë domethënë me dhon një mesazh në çat formë, se ka një herë ti tha dhe durimi përfundon. Po edhe përfundimi i durimit kur shfaqet në çat formë unë konsideroj që është në rregull. Edhe domethënë nuk ka pas aty ton të lartë zonit. Po tash nuk e di që ka rregullu çështja teknike e mikrofonit. Nështë e kanë ata naj procedurë diçka që gjatë transmetimit të rregullojnë. Po ti e ke ndje që besom që ose isha kyç shumë në temë dhe nuk i ndëgjojsh atjerë të fol, po mu dok që toni zonit tem ke shumë i lartë. Edhe që i ka mesazhet